Pasi që projekti ka kaluar edhe në Asamblenë Komunale të Prishtinës, gjithçka ka qenë gati dhe sot mjetet e rënda të punës do të duhet të ishin në funksion dhe të vazhdonte ndërtimi i sheshit Gjosh Bush, apo siç edhe e ka edhe titullin e të nderit, 100 ndërtime në i sheshit Gjosh Bush. Mirë, po siç po e shihni këtë letrën tani këtu të vendosur, punimet janë dalur. Shkak i ankesave të disa objekteve që më pas Departamenti për Trashëgimi Kulturore ka reaguar dhe ka kërkuar që inspektorati të marrë vendim që të ndalohet dhe pas kësaj ankese punimet janë ndaluar në sheshin Gjosh Bush të Prishtinës dhe ende nuk dihet se kur do të nisë ndërtimi i këtij sheshit, kur dihet që janë planifikuar rreth 18 milion euro që do të investohen në këtë shesh dhe do të përfundojë brenda një viti.